Mirëmëngjes, miq të dashur. Mirë se erdhët dhe këtë ditë të premte në ritakohemi bashkë me Katerinën në Villa 24 si çdo mëngjes tjetër, duke të uruar një ditë të mbar. Faleminderit të dashur, mirëmëngjes edhe nga ne. Mirëmëngjes, Mirëmëngjes edhe ju të dashur Anvisa. Ju urojmë një ditë bukur si gjithmonë dhe ju ftojmë këtu tek Ëndrrymi i Gatimit për para recetat e radhës që kemi për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë neve sot? Me patlıcan do të bëjmë patlıcan me oriz dhe mund, por jo vetëm. Do të kemi oriz, do të kemi hajde nisim që këtu që kam dhe këtë limonin që kam marrë orizin sepse është lagur. Majdanoz, oriz, qep, këtu kam një salsë të përgatitur me domate, me pak, si thuash, salsë gjelle. E kam bërë, do me thënë, e kam përgatitur, e kam bërë gati, që tjetë dhe pak si e zirë. Dhe pak piper të kuq speci. I kam ka vërdisur, do me thënë, i kam dhe një varë dhe kam gati këtë salsën që mos të tregoni mënyrën se si pregatit e salsa, se është shumë e thjesht për të pregatitur. Këto patlıcan faktikisht do t'i bëjmë si një tavë neve, të cilat unë te kjo nuk do shtoj as mish të grirë, as në gjithë tjetër. Ajo që do t'a bëjt të veçantë janë këto kastraveca turshi. E bëjnë shumë të veçantë dhe e bëjnë shumë të shishme, po. I jep shumë shije. Dhe ndërkohë Hanila, përveç se kësaj, shiko, kemi gjëra do me thënë si për fundjavë, kjo është një recetë shumë e mirë që ta kemi si pjatë kryesore për drekën. Por mund të nisim dhe një mëngjes të mirë që ta bëjmë do me thënë me bukë që na ka ngel në shtëpi, ose me baget, ose me çfarë do lloj buke, që i presim kështu në feta, të cilat neve këto pasaj do t'i bëjmë si bukën e kemi bazë do me thënë të brumit të picës. Pastaj mbushjen, ju e bëni si pas dëshirës. Por unë kam menduar që ta sjell bukë, do me thënë si picë edhe vezë, ato bukët me vezë, që i piqnim në tigan apo dhe në furrë. Sepse do të përdor edhe vezë këtu brenda, do me thënë do të raf vezë, do të shtojmë majdanozë brenda, dhe me këtë djath edhe domaten të cilën e kam dhe këtu të pregatitur, një salcë për të si tuash lyer ato pizzat ose dhe bukët, dhe çfarë do të kemi tjetër dhe salamra të ndryshme që juve mund të keni në shtëpi. Tona pa tjetër, që do t'ja shtoj të gjithë shijen, bukës, apo asaj bazës të bagetës, apo quajeni pizzë, çfarë të doni. Është ajo baza me brum që shijon shumë, kanti këto i ke bërë veti? Po. Kështu që diferencën e bën kjo në të gjithë recetën, sepse vërtet mund të kemi dhe bukë të mbetur në shtëpi si që kanë t'i thanë dhe ta përdorim për këtë recetë. Po kështu kjo është e ngrohtë akoma, thjesht me ca prosciutto brenda edhe kështu hahet, pastaj një sanduiç gigant. Po ja, nuk do shtojmë pesh. E kemi bërë me mielin ola dhe me mielin, do me thënë, për çdo përdorim. Gjithashtu doja të thoshja Anila se përveç se kësaj, unë mendoj do me thënë një tigamino, e thamë dhe njëherë në një emision tjetër që do të thotë, për shembull, në një en balte, i hedhim të gjitha bashkë, që do të thotë, me djathë, me vezë, me salam, me pak zgjalp, i hedhim të gjitha këtu pak piper, do me thënë, nëse duam piper të kuq, piper të zi, dhe e vendosim në furrë. Ajo, do me thënë, do të zihen vezët në gjalpin dhe në gjitha ato përbërësit e tjerë, dhe do të keni një qoftë drekë të mrekullueshme, qoftë edhe mund filloni edhe mëngjezi me këtë lloj recete. Shumë e mirë, është shumë, si thuash, e kënaqshme. Pa tjetër, nga ato që shijojnë, bëjmë thjeshtë, se thjesht bëjmë bashkëpërbërësit në furrë, ato piqen avash edhe shijojnë shumë. Tani, mendoj të fillojmë me recetën e parë, do qëndrojmë besoj te kjo receta me patlıcan. Çfarë është bërë paraprakish është? Patlıcanët në ujë, atë që them gjithmonë në ujë me krip, jo sepse, e kam thënë dhe herë tjetër, jo sepse patlıcanët na heqin atë hidhërimin, se zakonisht tani këto patlıcanët e reja nuk ose përbajnë shumë hidhërim, por thjesht që mos të thithin vaj. Dhe unë këto i kam pjekur në tigan që i kanë spërkatur vetëm me pak vaj, asnjë gjë tjetër, jo në yndyrë shumë. Tani, do bëj gati dhe këto kastravesa që ti gri pak këtu Anila. Kemi ngrirë qepën gjithashtu, kemi shplarë orizin, kemi vendosur pranë me erzat e freskët, siç është majdanozi. Bashkim të gjitha bashkë. Kemi një gjysmë kokë dhe limon, tomaten e freskët. Unë bëra një prezantim kështu siç Kati i ka vendosur dhe më të saktë, pa harruar asgjë, do t'i kemi në receta. Që do të thotë? Ti lexoj recetat unë? Po mund t'i lexosh dhe unë të hedhë përbërësit dhe i themi prapë.
Po, pa tjetër, ne i rikujtojmë për sëri edhe gjatë kohës kur gatuajmë, por le të shohim në ekran në këto momente recetat e shkruara një nga një. Tavë me patlıcan, oriz dhe kastraves turshi, na duhen 2-3 patlıcan, na duhet 1 fixhan çaj oriz, 1 domate ose salcë domateje pure, 1 qep, 2 thelpinj hudhër, 4-5 kastraves turshi të vegjël, 1 lugë gjelle uthull balsamike, 1 lugë gjelle përzierje erzash, na duhet majdanoz, lëngu i gjysmë kokre limoni, vaj, kri, piper, piper i kuq, speci kuq. Pizza me baget do të cillim sot, të cilën do të realizojmë me 2 bageta të gatshme, të blera. Propozojmë t'i bëni vetë bukët në shtëpi me mielin ola për çdo përdorim, do të kenë tërësisht një shije tjetër, po pse jo mund ta bëni edhe me të mielin për pica, meqense duhet ketë atë shije kur të gjithë përbërësit do të bëhen bashkë, do të na duhen 3-4 vezë o vital, do të na duhet sallam që mund të zgjidhni nga tona, sallam, prosciutto, nga më të ndryshmet, janë të gjitha me shije shumë të mira, më të thjeshta, më pikante, zgjidheni ju, na duhet 1 kokër domate, na duhet djathë për picë, që shkrin të më thënë, majdanoz, rigon, krip dhe piper. Atëherë, ajo që ka t'i prezantoj është edhe receta e si quaj kjo? Tigamino, sepse është një tigan. Tiganino, një tigan i vogël, balte me kapak për ta vendosur në furrë. Bravo. Fjallori im është ky. Bravo, tamam me vezë dhe salam. Tigamin, veç se. Okej, 4 vezë, salam, djathë kaçkavalli bardh, gjallë për pak speci kuq, kripe dhe piper, veç të hani më pas. Tani këtë qumë që do ta bëjmë ne që kemi rezervuar si një alternativë tjetër për sot, apo s'do na dalë koha? Të shikojmë, nuk besoj, nëse nuk e kemi, do ta përbërësit janë këto, se ndoshta mund të bëjmë edhe javën tjetër. 500 ml qumësh, kubika akulli, 200 gram mjaltë, 25 gram kakao, 50 ml ujë. Do shohim me do bëjmë, se s'dihet si do jemi me kohën. Mund ta bëjmë një herë tjetër nëse nuk e kemi mundësinë sot. Atëherë të themi edhe një herë këtu se ç'kemi hedhur pra, kemi hedhur kastravecin turshi, kemi hedhur qep, kemi hedhur hudhër, kemi hedhur orizin. Është momenti që do shtrydh pak lëng limoni. Po. Këtu të pjesa e orizit, edhe pak do të hedhë këtu të kjo që do të hedhë lakë. Këtu kam edhe aceto balsam, për masën që kam, unë do të hedhë një, jep shumë shije. 2 lukë. Kombinojnë goxha këto. Do të hedhim piper, do të hedhë krip, ashtu. Tjetër, majdanoz, i mora huandi se ka goxha këtu për picën, për lëmatime që kemi të grill. Janë qajmë komshiut. Po, do të shtojmë domate të freskët këtu, ndërsa atë domaten tjetër që e kam përgatitur, do të hedh lartë. Tani, ajo është domate e përgatitur si, ka kaluar në zierje, është gatuar me yndyrë? E kam zierë, do me thënë, kem vendosur thjesht sepse kam përdorur edhe salcë të koncentruar, dhe unë gjithmonë salcën koncentruar, asnjëherë nuk e shkri në ujë dhe ta hedh e gjella. Dua që t'i jap një kavërdisje, një zbutje, një zierje paraprake, që të marrë atë shijen e mirë. Kështu që mendoj që edhe juve bëjeni këtë gjë, mos e hidhni asnjëherë në asnjë lloj gjelle, mos e hidhni ashtu të pa kavërdisur. Ja kështu, edhe pak vaj këtu. Kjo është mbushja, si ide. Tani neve kemi një masë më të vogël. Kemi një tavë më të vogël. E dini vetë që do luani me sasinë e përbërësve, për aq sa do të gatuani për sa persona. Edhem këtë, për të marim një kapë, se tani me që... Do të shtrajmë fetëzat e patlıcanit. Marim një. Bëjmë një shtres të parë. Dhe këtë këtu në cep, edhe kemi gati. Do të vendosim mbushjen. E përhapim gjithandej, hedhim edhe këto lëngjet, se limoni, lëngu i limonit në bashkëpunim edhe me aceton dhe me dhatë salcën, nëse s'keni, s'ka problem, por që nëse e keni, hidheni, se që është e vërteta, ajo do të bëjtë të veçan, do t'japi shumë shije. I shkon shumë edhe kastravecit. është mjaftueshëm për masën që kam, nuk do të... Salca është në fund, po, për mbulim. Për mbulim.
Edhe në pas të orizit, kur kemi dhe salcën qashu, se kemi edhe dhe lëngjet e domates brënda, dhe logarisin do me thënë që se sa mund të hedhim, mos ta bëjmë shumë të lëngshëm. Të bëjë si pilaf. Qartë. Tani, do të hedhim dhe salcën e përgatitur. Që kjo është që të la bëj, do të japi shumë shije. Ja të hedhim kështu më mirë. Tek salca kemi edhur edhe ujë, është ujë që do zije orizin. Kështu që me këtë salcën, kemi logaritur edhe ujin e zirjes e orizit që ne do të përdorim. E dini raportin e orizit 1:2, kështu që logarisni dhe lëngjet. Se sa do të shtohen. Por besoj se me lëngjet salcës, sepse kam hedhur ujun këtu tek... Pra, i duat të them, lëng lëshoj limoni me aceton, me vaj në ullirit e tjere. Të gjitha llogaritë, nëse është raporti 1:2 Anila edhe këtu, por nga që vendosen në furrë nuk i llogarisim këto lëngjet e aceto ose lëngët e limonit, llogarisim vetëm salcën, se furrat gjithmonë kanë, domethënë, tendencën që të ketë më tepër, domethënë, do më tepër lëngje. Lëngje. Do më shumë furra, vërtet? Po, në krahasim me pilafin që e përgatisim në tenxhere. Aty është 1:2, këtu duhet 1:2.5. Kur vendosim në furrë, sepse avullon ajo gjatë pjekjes edhe ka nevojë më tepër. Tani neve shikoni se sa të mirë që e kemi dhe sa të shishme që bëhet. Kjo është një tavë e veçantë, nuk është ajo me mish, por është me kastravec turshi që jep një shije jashtëzakonisht të mirë. Që ne do ta provojmë në fund fare, sepse ajo do të doj kohën e vet. Kati sa mund të doj? Një 20 minutë do kjo. Sa? 30? 40, se thash mendova se më the 30. E do. Po ti e di. E do, fura e do. Domethënë gjithmonë edhe pse orizi në tenxhere bëhet për 15-20 minuta, atje do më tepër. Në furrë do më shumë. Dy fishin gjithmonë të kohës. Shumë shpejt është gatuar dreka jon për sot. Sigurisht që disa gjëra janë bërë edhe për para, prerja e patlıgjaneve, skuqja e tyre, grirja e qepës, apo përgatitja e salcës, natyrisht kjo për të fituar kohë dhe për t'i përfunduar të gjitha recetat nga fillimi në fund, megjithatë edhe duke i shtuar atë kohën e para përgatitjes, një recet që në totalin e saj nuk do më shumë se 15-20 minuta për të përgatitur dhe pjesën tjetër do ta kryej furra. Kështu që, meqense ne kemi me qef recetat që nuk na marrin shumë kohë në kuzhinë, por janë të shijshme, të shëndetshme, kjo recet do të ishte edhe propozimi ynë për sot. E më pas mbeten ato recetat me shije pice, me bukë të bërë vetë, recetat me bazë brumi, që shijojnë nga i gjithë familja dhe mund të jenë mëngjesi ideal i fundjavës, po pse jo dhe receta që i shkojnë shumë mirë edhe darkës, në mënyrë të veçantë për ju që keni fëmijë dhe i duan këto brumrat, i duan prosciutrat, i duan djathërat. I duam, po do një herë i bëjmë pak më shumë, sa e dim që i duan edhe fëmijët. Çfarë do bëjmë ne tani? Atëherë, neve unë mendoj që të bëj dhe këto bukët, domethënë fillimisht, apo të bëj tigamino më mirë. Atë do vendos për para. Se shiko, furrën e kemi të ndezur, aty ka vënd edhe për këtë tiganinon tënd. Atëre, Anila, salam duhet, salam turistë. Çfarë do të? Do me thënë, kështu duhet për të tani këtu kemi biran, kemi krem viçet. Mirë se s'ka marrë gjalpin, të marrë edhe në qik gjalp edhe. Kemi, edhe kjo është shumë e mirë, panceta nuk po e përdorim tani, ta lëm për në një makaron, kështu se shkon shumë. Prosciutën e picës, me që do përdorim edhe për të pizza, apo jo? Jo, dua salam. Atë marim këtë? Salam këtu të kjo. Salam, atëre këtë do marim. Atë duam, sepse këtu do përdorim salam. Që do të thotë fillimisht. Në frigorifer edhe kanë lëshuar ato bulzat. Do të hedhim salam e mishë të përzjedhur si pas recetës ton originale, simboli cilësis, ja këtë do përdorim në sot të tonës. E do të ta ndaj, apo merresh vetëm? Do ta presim, po, do presim ja. Ashtu faleminderit Anila. Të lutem ka. Opa, faleminderit. Ja të marrim që këtë. Unë i hedh me gjithë pjesën e cipës, nuk ka problem. Në fakt, kjo e ka shumë të hollë. Ashtu, e ka dhe të hollë, por gjatë konsumimit... Turisti për shumë e ka pak më të trashtë. Kemi hedhur djathë kaçkavall, do të hedhim 3 nga këto. Dhe vezët,
Në për të, me thënë, tu. Edhe ovitali ynë është pjesë e tryezës së përditshme. Nuk ka rëndësi sepse kështu Anila, unë do të marrë, do të me thënë, dua që ti t'ua japë atë ide në visave që edhe pse jemi të sigurt tek zgjedhja e vezëve, unë dua gjithmonë të jem e rregullt, edhe kështu duhet bërë edhe në shtëpi, ti hapim dhe pastaj ti hedhim. Hedhim vezën e parë, nuk ka rëndësi se ku do vej brenda vezës, ka asnjë Ajo lloj do problemi. gatuhet aty, do bëhet njësh me djathtin që do shkrijë me gjalpin, dhe do marrin kështu edhe aromën e njëra tjetrës, kështu që sepse në fund fare do ta mbuloj me gjalp. edhe me kapak. Po. Pra ajo do gatuhet aty me avujt e vet. Okej. Tani, nëse keni djathë të bardhë, sigurisht, më thënë, i shkon. Nuk diskutohet. Dhe tjetra, djathë përsëri. Okej. Niku mos dali e mirë krokate. Po shikoj e mirë delme, sepse të djelave faktikisht e bën në një, si tuash, në një enë balte më të madhe, që bën për gjithë pjesëtarët e familjes. Si pas dëshirës mund të shtojnë dhe në një fetës domate brenda, edhe ajo i shkon. Tani ngelet për të shtuar gjalpin. Edhe gjalpin kemi për të shtuar. Edhe rigon. Po, gjalpin. Do edhe rigonin të parin. Nëse doni, kjo është preferencë, nuk është se është e thënë se e duhet me patjetër. Dhe Kati më pyeti mua, ti shtoj rigon, shtoj, i thash. Kështu që kjo ishte preferenca jonë. Rigoni shkon dhe tek beza dhe gjithandej, me thënë, kështu që ajo që ngelet, gjalpi, ta presim në kubik. Edhe e hedhim. Recetën e kemi në ekran. Pra këto janë të gjithë përbërësit, i vendosim brenda në një enë mundësisht balte. Edhe me kapak. Sepse zien avash edhe mban temperaturën në momentin që e nxjerrim gafura. Kupton? Edhe e nxjerrim dhe servirim kështu në tryezë dhe kemi gati për ta konsumuar me këtë bukën që ne përgatitëm këtu në studio dhe juve duhet ta përgatisni në shtëpi, se janë shumë të thjeshta mënyra e përgatitjes së bukës. Ju kam thënë shumë herë që buka, domethënë, me këtë lloj mielli bëhet jashtëzakonisht shpejt dhe ai që nuk di dhe një fëmijë i vogël që mund ta vendosësh duke i dhënë përbërësit të japi një trazim dhe ta lë të qëndroj që ajo të vi një herë dhe ndoshta i bën një punim të dytë, lehtësisht, pastaj i bën një formën e bukës që të dëshiruar dhe vendos në fushë të piqet. S'ka më thjesht se sa buka e përgatitur vetë në shtëpi, por s'ka më shije që nuk di çfarë t'ju them. Atëherë, ta e kemi gati po për në furrë. E çojmë në furrë edhe tiganinon e ndërkohë që çfarë do bëjmë tani? Tani ne nuk do t'rregojmë si bëhet buka, jo, sot jo. Jo. Kemi treguar, keni në YouTube pafund receta buke të bërë vetë, me mielin për çdo përdorim, bukë me mielin integral, bukë me përzierje mielërash, bukë misri, të gjitha variantet i keni në kanalet tona zyrtare dhe përbashkaj të gjitha recetave të bukës që ne kemi sjellë në këtë studio është se janë përgatitur me mielin Ola nga kompania Atlas. Atëherë, si jemi me kohën, do fillojmë që të përgatisim edhe mendoj picën. një 5 minutë duhet ta kemi, 3 minuta kohë kemi. 3 minutat, hedhim vezët tek majdanozi, të fillojmë domethënë që t'i bëjmë përbërësit gati. Me që kemi dhe këtë enën këtu. Marrim një enë tjetër. Prap me vezë. Ta zura unë ato që... Ska që marrim tjetër neve. Ndërkohë që kanë t'i vjen, unë po ju tregoj pak. Ferma Novital është më mira. Vezët vinë super të shpejta në shtëpinë tuaj. Ky është një ndër sekretet që Ovital e kanë si pikë të sajën më të fortë dhe jo vetëm kaq, por edhe i gjithë ambienti super ekologjik dhe miqësor si me natyrën ashtu edhe me pulat e zojsht e vegjël që vezët të realizohen si në ato shtëpit e dikurshme në fshat,
të ushqenë super shëndetshëm, të jenë të kontrolluara dhe pikërisht ajo veza që vjen në frigoriferin tonë të shtëpis, të vi e besueshme 100% e freskët dhe me të gjitha vlerat e saj ushqyese. Cilësi në 4 ne sot kemi hampur paketimin e madh prej 15 Do hedhe një koprash. tjetër. 15 vezët e jetës, kështu që jepi kati, për aq kohë sa kemi o Vitali këtu në nuk e kursejmë vezën, por që ju më të zgjidhni sipas dëshirës suaj, edhe në paketime më të vogla, edhe vezët e kuqe që janë po aq të bukura, dhe ka njerëz që i preferojnë të kuqe, siç jam unë për shembull, se vjen dhe e verdha e vezës, te vezët e kuqe është pak më fort. Dhe kur do të gatuash një gjë që të bie në sy ajo ngjyra e Do mos verdhë, në kremra që do që të dali ai kremi në ngjyrë, të ketë atë ngjyrën e verdhë. Për shumë kur e pret me vezë limon dhe kur lyen një byre, kur lyen diçka që e do të ndihet ajo. Të ketë atë, si thua, ngjyrën e bukur. Po. Atëherë, vezët i kemi bërë majtanosin e freskët, 5 kokra vezë kemi shtuar kripi në... per, do të hedhim këto brenda, do t'i përzim, do të presim bukët, do t'ju lyejmë fillimisht me këtë salcën e përgatitur, që thamë, dhe pastaj do të hidhet lyerja tjetër me vezët, do shtojnë salamët sipër, do të shtohet djathi i shkrirë dhe do të vendosen në furrë dhe do qëndrojnë aty për 15 minuta dhe do t'i keni gati për t'i servirur, konsumuar një mëngjes të mirë, apo dhe një drek, apo dhe një darkë. Të gjitha këto, ne do t'i bëjmë kur të kthejmë në studio, që të mos ngutemi tani, prezantimin ja u bë, mënyrën se si do të gatuhen në vazhdim, do t'a tregojmë kur të vim në studio pas pak minutash, tani është ai pushimi ynë i vogël, ne ndërkohë qëndrojmë në kuzhinë dhe presim që ju të qëndroni me ne gjithashtu e të rikthehemi për të takuar në pjesën e dytë. E tani jemi gati për të vijuar aty ku e lam, thamë që do të kthehemi pikërisht për të mbushur bagetat dhe për të kthyer në një... Në fillim Kati na thanë gjason me një bukë me vezë, gjason me një picë, gjason me një... Me çfarë ishte tjetër? Bukë të mbushur, picë të mbushur... Ja, diçka e tillë. Quajeni, jo si të doni. Shijen e ka edhe kjo është e sigurt. Nuk diskutohet. Tani, këtu kemi hedhur vezët, kemi hedhur edhe majdanos, mund të shtoni edhe nëse keni bishta qepe të imta, i shkon faktikisht edhe i jep edhe shije. Pakës krip, piper, e të razojmë këtë masën, se me këtë masë ne do të lyejmë edhe bukët. Por fillimisht, tani bukët, mund i presim kështu në fetza, por mund i presim edhe t'i hapim edhe kështu, Anila. Në mes? Në mes, po. Po të duhet një kisha të thikën sharë. Këtë? Po, faleminderit. Të lutem. I hapim edhe kështu, të marim atë tavën, kjo s'na duhet, për atë tavën këtu në qëndër. Si thua të presim edhe fetzat, sa t'i bim kështu? Qfarë? Apo t'i hapim të dyja kështu? Mua, mirë më duket ashtu, se nuk është shumë e trash si bukë në fakt. Jo, nuk është e trash, sepse ajo... Më falë, ka disa të bukë. A, këto? Okej. Sepse po bëja ganti mjaltin se me të shoh, besoj nga koha do kemi mundësi të përgatisim dhe atë recetën që lexuam në fund dhe e lam alternative në varësi të kohës. Mënyra tjetër është t'i presim, po këto të parën jo. Edhe kështu në fetza. Sa e mirë që ka bërë buka? Është bërë e mirë vërtet. Nuk ke përzirë miell ka ti, vetëm me për çdo përdorim e ke bërë? Po, vetëm me miell për çdo përdorim. Edhe shiko si ma fishe është bërë. Po pra, sa e mirë është bërë. Ja ti hedhim këtu. Të vëmë dhe një këtu në cep. Edhe tjetër në ta lëm. Ja të vëmë dhe një këtu dhe jemi në rregull, nuk vendosim më tepër. Është mjaftueshëm. Tani, fillimisht fillojmë me këtë salcën.
Salamrat në zgjidhë, Anila. Tani, a do të pres në feta të hollë këtë që në mbeti me që e kemi hapur? Në rregull. Okej. Edhe me çfarë tjetër lloj sallami? Kemi atë prosciuton e pizzas që e kemi të hapur, që mund ta përdorim edhe atë. Katja s'kam drasën, do më falësh vetëm një sekondë sa të marr drasën. Ja, të marr. Kjo domatja, me këtë salcën, madje unë i kam bërë me pak salcë ketchup, e domate të freskët, dhe jep shumë shije faktikisht. Domate. Ose një salcë që përgatisim neve që ndonjëherë shtojmë edhe borzilok brenda erzat që neve na pëlqejnë dhe bëj shumë të mirë. Edhe dhe pak këtu në cep. Tani, e dyta mbas kësaj, pakës fare djath, sepse ky djathi pasaj do mbaj dhe vezën, do edhim salamin, edhe djath do kelet pasaj për në fund që do hedhet shumica e djathit. Por ky djathi që hedhim tani, do të në mbaj vezën. Ashtu. Lefton apo e preva që e preva thuaj? Mund ta bëjmë vetëm me një lloj salami, nëse kam shumë këtu. Mos e kemi gjithë të bukë, Anila. Kemi thua? Po, është gjithë kjo bukë këtu. Okej. Ashtu. Shka, të dhe pres në mënyrë tjetër, se është drejt fundit, edhe... Prandaj vendosim dhe letër guzhine, që edhe çdo gjë që të bie, të bashkohet, do me thënë, me bukët. Veza. Të ngelët si ajo veza që kur e hedhim në tigan edhe na krijon atë pjesën. Si omlet. Si omlet. Se dhe kjo si omlet do bëhet. Ta afroj pak më këtej. Ashtu. Këtë dhe këtë bashkimi. Tani, salamin? Salamin. Vetëm e këtë do e pëmë thua ti, Unë mendoj me këtë, me gjithë e të. Në rregull. Ka goxha shije të fort dhe mendoj se do të ndihet. Shumë mirë. Po të hedhim qik. Me që e kemi tani, sepse nuk do ta lëm. Ashtu dhe këtë voglat. I prevenshu për... Mire bëre. Është ajo pjesa fundit e salamit, që zakonisht, kur je në shtëpi, ato e hak shumë, nuk i gjen vendin, po. Nuk i gjen vendin, po e gjen në omleta të ndryshme. Ja ti vëndej një këtu. Ashtu. Edhe një këtu. Dhe jemi në rregull. Tani, ajo që ngelet, si gjithmonë, ta provoj pak bukën. E fundit fare është djathi. Okej. Si themi ne, i mbushim me djath. Edhe ju them që nuk është se është shumë djath ky, por kur grihet... Kalli se më kujtove këtë është shumë. Nuk është shumë, Anila. Kishim një koment në YouTube në lidhje me yndyrën. Ti kishim shumë yndyrë. Po mirë. Nuk e mbaj mend kush ka qenë receta e kësaj jave ishte, po më duket se kemi rënë në styq që gatuajmë shumë yndyrë thua, me shumë yndyrë. Ja. Ndoshta edhe mund ta kemi tepruar ndonjë ditë, mund ta kemi shkelur, po. Duket që ai varianti e ha gjalpi. E ha gjalpi. Por vërtet e ha gjalpi tani ç'do do hash, ndoshta ishte, nuk e di. Do ishte byreku me kungull. Byrek ka qenë, fiks byreku me kungull ka qenë. Shiko, kungulli s'ka yndyrë, po si hodhe pak yndyrë pyetave ç'a do haj pastaj. Po pra, dhe nëse do marrësh një kungull dhe një dorë oriz kishte brenda. Prandaj hodhëm pak gjalpë, dhe në njërë nga ekrani, gjërat duken ashtu. As duken si kemi hedhur shumë neve tani këtu. Sa e mirë është bërë kjo buka. Por këtë recetën, e them që në fillim, mund ta bëni dhe me bukën e mbetur. Bukën e ftohtë, që nuk keni ku ta çoni. Mielin këtu në shtëpi edhe. Në shtëpi thash, kemi mielin në shtëpi. Ne kemi mielin në shtëpi, ne nuk kemi kur bukë të ftohtë. Edhe e bëjmë të ngrohtë.
Tani këtë neve si që kemi vendosim në furë, sa do 15 minuta, do të shikojmë. Tani të fura poshtë, besoj. Poshtë. Të fura poshtë, patëllxhanet sa të mira duken që e kanë marrë ato ngjyrën nga sykur. Ato rrezik dhe duhet jenë bërë, E pra, okej, mirë, shohim patëllxhanet nëse janë gati për t'i nxjerrë nga furra, nëse jo, i hedhim një sy të gjitha recetave, edhe asaj që la me pyetje, se ndoshta me të shoh do kemi kohë ta përgatisim edhe të fundit. Atëherë, në ekran, shpejt, lexojmë. Çfarë kemi sjellë sot? Tavë me patëllxhan, oriz dhe kastravec turshi. 2-3 patëllxhan, 1 fixhan çaj oriz, 1 domate ose salcë domate e pure, 1 qep, 2 thelpinj hudhër, 4-5 kastravec turshi të vegjël, 1 lugë gjelle uthull balsamike, 1 lugë gjelle përzierje erzash, majdanoz, lëngu i gjysmë kokre limoni, vaj kri piper, piper i kuq, ose spec i kuq të ëmboll apo djegës pra. Tiganino me vezë dhe salam, 4 kokra vezë, salam, djath, kaçkavall ose i bardh, gjalp, pak spec i kuq, krip, piper. Pica me baget, nëse po i vendosëm në furrë, pra do t'ju duhen 2 bageta, ose bukë të bërë vetë, ose bukë të mbetur, bukë të ftohtë, 3-4 vezë, na duhet salam, 1 domate, djath për picë, majdanoz, rigon, krip edhe piper. Qumësh me shlak, mjalt dhe kakao, 500 ml qumësht, kubik akulli, 200 gram mjalt, 25 gram kakao, 50 ml ujë. Tani mendoj që pasi të shohim patëllxhanat që i kemi nxjerrë nga furra, ja, ku janë, ende po ndihet ajo temperatura e vlimit të tyre, shumë të mirë janë bërë. Aromën e kanë shumë të mirë gjithashtu. Do kalojmë tek receta këtej? Po, do kalojmë Anila. Atëherë, këtu kemi mjaltin. Kemi ujin, kemi kakaon. Se si do të realizojmë, është kanti ajo që mbetet të na e tregoj. Për të përgatitur, ajo që duhet fillimisht do të bëjmë përzierjen e mjaltit, do të shtojmë kakaon ujin, do të na bëhet si një tret kremoze. Në baj këtu këtë, se pastaj do të ashtepet, se duhet këtu kjo gjë. Veç Anila, të lutem, të kesh kujdes për punën e picave. A ti kontrolloj her pas here? Po. Ka filluar të shkri djathi, por ende nuk kemi në fazën për t'i hequr. Pa merak, i kontrolloj unë. Këto janë të proceset që në kuzhinë bëjnë pak zhurmë, kështu që por duam, do t'i kryejmë se s'ka mënyrë tjetër. Po, pa tjetër, dhe këtu tani do të hedhim edhe kakao. Do të shtojmë edhe pak ujë. Do t'a përzijmë. Edhe do nga bëj një tret kremoze që me këto do të servirim qumshtin e ftohtë me akull. Qumshtin e ftohtë me akull. Do transhët ka në një qik, do bëhet e mpiksur apo kështu e ha? Jo, do mpikse, po prit një qik sepse duhet razuar fillimisht me... Të lidhen të gjithë. Po, edhe pastaj. Edhe pak na duan picat dhe 3 minuta kohë kemi duke ripituar. Mund të shojmë atë poshtë Anila, se them se mos do jetë. Tiganinon. Po. Okej. Ajo do t'jetë bërë, se kemi futur në tjetën kohë me patëllxhanat. Kështu që përderisa janë bërë patëllxhanat, janë bërë. Edhe përbërësit që kemi vendosur në një enë me kapak në fund të furrës. Se ishte pak e si kleçme për ta marrë, se ishte në fund fare, por mendoj që do të jetë shumë e bukur kur t'i zbulim kapakun. Ka ngjitur.
Nuk është aq e bukur. Nuk është pa hapri një si të Po shumë. pritmë se t'jesh është nxehtë, po e mbaj dot. Është shpjekur me e shpjekur, po ka të djathin sipër. Ua, ka të. Është ngjitur Mendoj që duhet lënë të ftohet. me këtë. Okej. Tani është ai momenti që do la huq shpar. Mirë, ja vleti sakrifica. E po tani ajo është që ta hash me çapa. Ka vezët brenda, ka gjithë këto gjëra, gjë që Shumë e shishme duket. E mirë duket, e mirë. që ka një klak pak dorën se. Edhe në frigorifera një lutem, kemi qumështin, Qumasht, po? edhe po një gotë qumësht, marri pak shu sepse Edhe një gotë me kuba akulli, kështu? Po. Okej. hedhim qumështin të kubat e akullit, dhe do të shtojmë edhe këtë, masën e pregatitur. Po t'i lë këtu? Doja pak mjaft Që ti tjetër me kesh- të drejtën, që të, sepse, Të ra. okay. Ndërkohë ajo që do bëj unë është të bashkoj kështu më the, Po. qumshtin me Po jo kuba. plot fare, se... E lëre, pra bëje vetë. se na Merremi dru- çik me këto në bashk, të marrim një Edhe. pirun dhe të shohim parë se nuk besoj se do ta shohim Pizzat. picat ja tani në direkt. Një sekond se më duhet një pirun më i vogël, atëherë. Ti hedhim një sy se mua më duket shumë e mirë. Se ka dhe vezë të brenda. Po, shumë e mirë. Kanti të lumë shënduart. Aromën e ka fantastike, edhe kështu e shërbyer edhe në këtë mënyrë në tryez, është po aq e veçantë edhe interesante. Tani të nxjerrim edhe picat nga E kanë marrë atë ngjyrën ato. për mua, po? Si thua? Ja të shohim. Shumë mirë. Mendoj që e kanë marrë ngjyrën e shihen. Pa. Ka ti shifi? Ndoshta doni dhe pak. Si thua ti? Po shiko, pica këtu e ka lezetin që ai djathi i shkrirë të Të mos marri tërhiqet. pak ngjyrë thua? Ja, mos marrin Në në ngjyrë. rregull. Se shiko, Në këtu rregull. brenda janë bërë kërce E këto. mirë, mos nuk diskutohet. Se dhe buka e mirë dhe kështu. Plus që me të poshon, ne jemi dhe në fund fare. Nuk kemi dhe kohë. Atëherë, t'ju afroj pak për t'i parë edhe një herë të fundit. Kati vetëm do më tregosh dhe sa kona duhet, sepse ne nuk kemi më kohë, po më Jo, thonë. nuk duhet shumë tani, sepse filloi të mpikset kjo, të bëhet kremoze. Po? Do hedhim qumshin këtu të akullit, do i hedhim në ja 2 lugë nga këto. Pra është qumësht me kakao dhe me mjaltë. Kjo është idea, por e sillim në një trajt më kremoze që të duket pak si më lezetshëm në servirjen e gotës. E kuptoj. Nuk është se Ka nevojë ta shohim apo e tregojmë në Balkan Web më Jo, vonë të tani- përfunduar? E përfunduam. Tani përfunduam. unë Okej, nuk sepse e jemi lë në që ta sekondë, bëj që andaj- të bëhet sa më ashtu, i hedhim këta këtu, qumshin. Edhe mbi qumësht hedhim edhe të pjesën këtu. Mos ta tërheq se Okej. besoj se nuk ka. Dhe jemi. Edhe sa e bukur doli. Kujtë Edhe kërën atë kjo, efektin. Anila, do nga ato kallamat Pa, që të pihet. për të pirë që dhe të trazohet. Që të në trazohet. vërtet. Të lumë shinduart. Po Mbaruam vendosim këtu, kuzhinën sepse- edhe për sot, duke e të uruar një fundjavë Nisim të një mbarë. mëngjes ashtu të shëndetshëm. Patjetër. Sigurisht që kemi edhe kjo shkon për mëngjes me të drejtën. Po, shkon. Edhe Për kjo ata- nga ora edhe për njerëzit që 9, hanë mëngjesin më të vonë, po. që Po, jemi mëngjesin të e fundjavës, shtunave, që po ne të e fundjavës thamë. jemi gjithë të Kati faleminderit e të lumë shinduar. Faleminderit e dashur, faleminderit e ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina, miropafshim. Kalofshi një fundjavë sa më të bukur, mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, sepse vërtet unë ngeleni shumë të kënaqura. Miropafshim, kalofshi bukur. Shkojmë në publicitet, fundjavë të mbarë, Katerina. Faleminderit e dashur, kënaqësi.